që flasim bashkë me këtë konkurs. Jemi në 15 konkurse të realizuara ndërkombëtare. Kemi 3 konkurse që janë duke u përgatitur. Të gjitha konkurset janë të standardeve më të larta ndërkombëtare, jo vetëm për nga pjesëmarrja e arkitektëve ndër më të mirënjohurit e botës sotme, dhe as vetëm për nga përbërja e jurive ndërkombëtare, por edhe për nga procedurat e ndjekura. Janë aktualisht 12 kontrata të lidhura, 7 kontrata të tjera janë në proces, 3 master plane, janë 20 objekte publike për zhvillim. Pra, gjithë thelbi i aktivitetit të Korporatës Shqiptare të Investimeve është që duke vënë në dispozicion prona shtetërore të degraduara ose në nevojë për zhvillim, të marrë mbrapsh përfitueshmëri të lartë financiare dhe nga pikpamja e hapësirës në funksion të publikut, në funksion të nevojave të institucioneve publike. Dhe përfitueshmëria e korporatës nga kjo fazë e parë e punës së saj është e kuantifikuar, bazuar në kontratat e lidhura 523 milion euro. Pra mbi gjysmë miliardi euro janë të kuantifikuara në përfitimin direkt të shtetit nga ky aktivitet, ndërkohë që përfitueshmëria ekonomike e kontraktuar është mbi 1 miliard euro. Duhet theksoj edhe diçka tjetër, sipërfaqja e tokës vënë në dispozicion deri tani për këto projekte është 46.700 metra katror dhe ndërkohë sipërfaqja e përfituar për nevojat e shtetit dhe të institucioneve publike është 267.000 metra katror. Ndërkohë që patjetër janë 355.000 metra katror të përfituara nga sipërmarrja. Pra, është një partneritet me sipërmarrjen, ku shteti adreson nevojat vetat duke vënë në dispozicion, njësoj siç bëjnë të gjithë pronarët legjitim të pronave, asetet e veta, por jo më si në të kaluarën, jo më duke i dhënë ato për zhvillim me kosto dhe përfitime simbolike, por duke u kthyer në një zotrus të madh asetesh me vlerë të cilat janë në dispozicion po të shtetit. Mos harrojmë që kemi akoma sot një numër të konsiderueshëm hapësirash ku operojnë institucionet publike, të cilat janë me qira që paguajmë për pronar privat. Këtu po ndodh një spostim i rëndësishëm drejt zotrimit aseteve nga shteti dhe ndërkohë përmes kësaj po ndodh edhe një transformim i rëndësishëm i strukturës urbane dhe i cilësisë së ndërtimeve që ndodhin. Në mbyllje, Palati i Kongreseve është eksaktësisht ashtu siç u tha nga të gjithë ata që folën në dokumentarin e paraqitur, por nga ana tjetër edhe pse me të drejtë profesori dhe njëri nga autorët arkitekt të pallatit e nënvizoi me habi se si ky pallat ka rezistuar në 40 vjet nga pikpamja e infrastrukturës vetë brendshme, duhet të them që ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe natyrisht thirrja në bashkëpunim e sipërmarrjes
nënkupton dhe zhvillimin e një objekti apo një tërësi objekte që do ta shohim nga propozimet pranë Pallatit të Kongreseve. Dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga hyrpamja e teknologjisë, nga hyrpamja e cilësisë së hapësirave, nga hyrpamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës